Dëshira e ditëlindjes së Bobit. Dëshiroj të zbuloj se çfarë mund të bëj për të ikur Lemza. Ndonjëherë mund të largohet me se ti trembësh. A mund të më trembësh hisi? Patjetër. Përsëri. Të paktën është e sheh. Zot! Uroj që qenushi spion të zbuloj se çfarë ka brenda asaj kutie të verdhë që i dha doktor Putra i Liga saj zonjës. Çfarë ka brenda asaj kutie të verdhë? Sa mirë që kam pajisje të veçanta spionazhi. Nuk mund as të dëgjoj as të shikoj se çfarë ka brenda kutisë. Do të habitet kur ta hap kutin dhe nuk është një tort ditëlindje. Është një llak me shkumgjitse që do ta shkatroj festën e saj të ditëlindjes. Jo, duhet ta shpëtoj atë fest. Ti e shkatrove planin tim të shtrenjtë. Dhe veshjen tënde të shtrenjtë. Shkumën gjithëse. Do dëshiroja që dhe ne të ishim spion si qenushi spion. Dhe unë do dëshiroja të dija se nga ku po vjen kjo aromë e mrekullueshme. Mëngjesit i vjen një aromë e shijshme, Boni. Jam shumë e fat që ti mundet të qëndroje për ditëlindjen time. Çfarë lloj motre do të isha nëse nuk do të rija? Gëzuar ditëlindjen, Bobi! Shijo mëngjesin tënd të ditëlindjes. Dhe mos harro që të shprehësh një dëshirë përpara se të frysh qiririn e tortës. Unë dëshiroj një... Më fal, Bobi. Alo? Aha. S'mund të them gjë sepse është një surprizë. Bobi, më vjen keq që duhet të largohem gjatë mëngjesit të ditëlindjes, por më duhet të bëj disa gjëra rreth rrotull qytetit për një surprizë ditëlindje. Një surprizë për ditëlindje? A mund të ma thuash, të lutem? Do të kisha dëshirë, por atëherë nuk do të ishte më një surprizë. Do të shihemi kur të kthehem nga puna. Paçim! Sa do doja ta dija se çfarë është kjo surprizë. Rolli, Bobi fryu qiriu dhe shprehu dëshirën që të marrë vesh se çfarë është surpriza e Bonit. Mos, ma duhet të shkoj në punë. Do të shihemi më vonë. Pacim, Bob! Edhe unë do të kisha dëshirë të dija se çfarë është surpriza e Bonit. Rolli, kjo ishte. Ne kemi një mision. Të marrim vesh se çfarë është surpriza e Bonit dhe t'i tregojmë Bobit që dëshira e tij e ditëlindjes të plotësohet. Bukur, le të shkojmë ta pyesim. Prit, ajo tha se është një surprizë, që do të thotë se ajo nuk do t'i tregojë njeriu me dashje. Kisha një ndjesi që do ishte tepër e thjeshtë. Ndoshta edhe ne duhet të jemi të nzar, si qenushi spion. Pikërisht si qenushi spion. Por fillimisht ne na duhen pajisje spionazhi dhe unë e di fikse ku mund t'i marrim ato.